Artist, jo për shembull, hajt po ecën pak të lekshim apo na shkon. 3 vjet, 4 vjet ecën, shëtitin, janë bashk, në fund vas po na shkon. E çysh 3 vjet tani s'po na shkon? Fillim mirë të vesh. Po pajtohemi, po pajtohuni çift letësht. Letësht. Janë 3-4 sene një që duhet mi pas qartë, tjerat pastaj bën për udhë. Valla po pajtohemi, po m'pëlqen pamja jote, po m'pëlqen sjellja jote, po m'pëlqen edukata, po m'pëlqen familja jote, në rregull, unë i kam në kërkesa, ti plotësoj mirë me vesh, ta shkojmë edhe me prende, me familje, fejon edhe e studje. Më dit, ja ki të fejume, ja ki gru, ja ti shka ki. Ama bredhja udhve, ose kjo forma e re e deformimit familjarët, bashkjetesa, asë ka bura, asë ka gruz, din qka e ka. Na bashkjetojmë që shtu apëtën. Qka jeni ju, kurgjës jena na. E qysh kurgjës jena na rina bashk? Ata realisht jetojnë si bure gru, ama nuk pranojnë me kumë bure gru. Pse s'pranojnë? Se ka obligime, unë zdo obligime. Kjo është e pa qartë, kjo është e pa kuptim. Ja ki bur, ose ja ki gruja si ki kurgjë. Le gru në të lirë, ose le burin të lirë. Në du me pas marveshje, kontrat, islami parashaj kontrat. Du me pas prezent të babës, se kjo qikë është i dikujna, ka familje, e ka rrit dikush ta, për to kujdes dikush, për to umërzit dikush, për to kakaj dikush, për to ullodh dikush. Andaj qaj kujdestari, baba i sajnë këtë rast, është prezent, vinë e kërkuj, që shë adetit e na? Edhe du me ditë kujt pjepim, kush jeti për gjallë, i kujt jeti, këkun e ki familje ti, a janë ndërena, po du me ditë ku për qëmë qikena, kujt me caka deset derën se ka problem, me kanë kena puna, gjithë shkat me kone qartë. Ama s'din, Allah me një djallë për shkon s'dimi ka e tënë, po duke që është i mirë, që është mërqikin e apë dikuj që zë një kujnë ashta, ka ashta. Andaj kjo pa qarësin nuk on regull, du të me kom punë të qarta, merë bërë qartë, sa ke marë kur e këthen, ja mërqikin dikujt me po qartë, a ki gru la që e ki, me po qartë këtë punë, merë punëtore, a ki ortak, a ki partnera, që e ki këtë punë, gjithë shka të me kone qartë. Andaj islami kështu ti parashet qështje që njerëzit me jetu se cili duke garantuar të drejtën e vetë, duke garantuar se cili se i kënë obligimin e tjetrit.